të bjerë këdo që e propozon edhe lëvizja vetëvendosje, do t'ja jap edhe në nënshkrimet, edhe do t'a votoj. Mirë po partitë opozitare në momentin kur e kam pa që mund t'a kenë edhe një argat në anën e tyre, si që është Vjosa Osmani, atëherë kanë thënë, tashmë, e gjetëm edhe një person që ka me qenë kundër Albin Kurtit, rrjedhimisht bloku jonë opozitar bëhet më i fuqishëm edhe sa do që e dëmtojmë Kurtin, le të shkojmë në zgjedhje ta dëmtojmë. Mirë po, me shku në këtë formë në zgjedhje, në një situatë kur qytetarët para 3 muajve kanë vendosë që Albin Kurti jetë kryeministër i qeverisë me vendin dhe na ka dhënë një mbështetje të plotë. Kështu që është vendimi më i gabushëm që merren dhe çfarë i thoni atyre votuesve të vetëvendosjes që janë shumë 51%? Votuesve të lëvizjes vetëvendosje. Jo, vetëm ta bëj pyetjen. Çfarë i thoni atyre kur thonë si është e mundur që na quhet zgjedhje 51% i keni patur? 51% si ka patur kurrë. As Albini me Vjosën kur ka qenë bashkë. E po, nëse këtë pyetje po bëni ju, unë nuk e kam dëgjuar këtë pyetje që po vjen prej qytetarëve. Po vjen si vjen 51%. Nuk e di se unë jam altoparlanti i gjithë atyre. Nëse ju jeni ai cili përpiqesh, qytetarët i kanë edhe përfaqësuesit tyre, cilët i kanë votuar para 3 muajve. Kështu që ne jemi, ty nuk të kam votu, kështu që nuk mundesh me përfaqësu mendimin e tyre. Unë jam për vete gjatë gjithë kohës në terren. Takoj njerëz, flas me ta.